Përshëndetje. Sot ne do të diskutojmë një sfidë të përbashkët me të cilën përballet me shumë njerëz kur kanë të bëjnë me ankthen ose depresionin. Vështirësitë në marrjen e vendimeve. Bërja e zgjedhjeve mund të ndihet si e lodhshme kur keni mendime negative dhe është e rëndësishme të kuptoni se si shëndeti mendor mund të kontribuojë në pavendosmërinë. Çfarë është vështirësia në marrjen e vendimeve? Kur dikush lufton në marrjen e vendimeve, ai mund të gjejë veten të ndihet i paralizuar nga zgjedhjet para tij, të paaft për të ecur përpara. Kjo mund të ndodhë kur frika për të bërë zgjedhjen e gabuar bëhet aq intensive sa parandalon veprimin krejtësisht. Për njerëzit që përjetojnë ankth ose depresion, pesha e marrjes së një vendimi mund të duket raskapitse. Çdo opsion mund të duket më të meta ose shumë i rrezikshëm, duke quar në pasiguri të zgjotur. Një faktor kontribues që shpesh e bën më të vështirë vendimarrjen është paragjykimi i konfirmimit. Le të hedhim një vështrim se si funksionon kjo. Paragjykimi i konfirmimit do të thotë të kërkuarit e informacionit që mbështet besimet tona ekzistuese, në vend që të kërkojnë fakte që mund të sfidojnë ose ndryshojnë këndvështrimin tonë. Për dikë që mund të ketë ndjenja të ankthit ose depresionit, kjo mund të nënkuptojë fokusimin në informacione që konfirmojnë mendimet ose frikën negative. Për shembull, nëse jeni duke luftuar me ankthin në marrjen e një vendimi, mund t'i kushtoni vëmendje vetëm historive ose provave që mbështesin frikën tuaj. Për shembull, të dëgjoni për të tjerët që morën vendime të ngjashme dhe përjetuan rezultatet negative. Kjo ju mbon në mendime negative, gjë që e bën edhe më të vështirë të esni përpara. Ose për dikë që ka ndjesi depresive, ata mund të kenë një tendencë të besojnë se asgjë nuk do t'i funksionojë. Kështu që ata kërkojnë informacione që mbështesin këtë besim. Për shembull, nëse po përpiqeni të vendosni nëse do të aplikoni apo jo për një punë të re, mund të përqendroheni në histori të njerëzve që nuk patën sukses ose dështuan në situata të ngjashme, duke përforcuar idenë se nuk ja vlen të provoni. Kjo formë të menduarit e bën më të vështirë marrjen e vendimeve sepse ju pengon të merrni parasysh të gjitha mundësitë dhe zgjidhjet. Me pak fjalë, paragjykimi i konfirmimit mund të përforcojë ndjenjat e pasigurisë dhe ta bëjë vendimarrjen të ndihet si një detyrë e pamundur. Njohja e kësaj forme të menduarit është një hap kyç për të mësuar se si do ta sfidoni atë dhe të filloni të bëni zgjidhjet më të sigurta. Ndjekni videon e radhës për të mësuar disa mënyra për të marrë më lehtë vendime.